Strazimiri, çështja është sa i takon farsës, masakrës elektorale, a do të keni mundësi ti mobilizoni njerëzit dhe të përçoni edhe tek publiku mesazhin asaj që ka ndodhur, edhe pse një pjesë e madhe e publikut duket sikur këtë javë pyet veten ore Ramën, kush e votoi? Pikërisht vetëm Ramën, po dhe secilin prej më të votuarve të listës kudo në secilin qark, janë që të gjithë anonim. Përveç Zeqines e dim kush e votoi. Po, Zeqinea u bë virale, u bë dhe frymëzuesja, se vetëm një gjë që ka mbetur nga fushata e tij është Zeqinea, ajo pas ka frymëzuar të gjithë popullin që t'i japi vot besim për një mandat të katërt Edi Ramës. Ajo që dihet kudo ku shkon, secili prej anonimëve që ka dalë në krye të listës, ndryshe nga gjithë figurat kryesore të Partisë Socialiste lokale apo kombëtare, janë pikërisht persona të cilët janë mbështetur haptazi nga banda lokale apo nga banda të tjera. Kështu që kjo është krejtësisht e qartë, vetëm Sfaku nuk e di këtë punë, gjithë populli e di nga Tropoja deri në Delvin. Ajo që do të thoja është dhe më e rënda në gjithë të historisë në debatin publik që po zhvillohet. Nuk e ndjek do të më Strazimirin për shkak të një defekti teknik. Po Odiri jep raportin mbi zgjedhjet. Më dëgjoni tani? Po. Më thuaj. Ajo që më bën përshtypje dhe që është vërtet tragjike është fakti që të gjithë që dalin nëpër studio kanë marrë porosinë të bëjnë sikur nuk ekziston raporti ose bëj Odirit, sikur nuk ka gdhir akoma dita e hënë pas zgjedhjeve dhe nuk ka ardhur akoma dreka. Ndërkohë që raporti ose bëj Odirit e shpjegon qartë krejtësisht fenomenologjinë dhe atë që ka ndodhur. Thotë praktikisht që asnjë nga kriteret e Kopenhagenit, kriteret minimum për të patur zgjedhje, jo të tjera dhe të ndeshur, po thjesht zgjedhje nuk është arritur. E para mbi të gjitha është shteti mori pjesë në fushat dhe e keni të shkruar në raport. Administrata e para u detyrua të bëj fushat tek familjarët e saj dhe më gjerë, patronazhistët që ishin në çdo qendër votimi, vetë ambasadori i BE-s ju tha lëvizat për të vëzhguar zgjedhjet se patëm sinjale që në Durrës dhe në Fier bandat po ndërhynin në proces. Domethënë pas kemi banda të cilat ndërhyn në proces. Kjo është Shqipëria në NATO, Shqipëria në BE në vitin 2030. Këta që kanë ardhur sot, domethënë këtu për të na treguar se sa evropian jemi, e dinë që ambasadori i tyre ditën e zgjedhjeve të paktën në 2 qarqe ka shkuar me urgjencë të verifikojë të parandalojë faktin që bandat po marrin pjesë në proces. Kështu që pjesa tjetër dhe për mendimin tim ajo më e dhimbshme që tregon realisht indeksin e demokracisë në këtë vend është fakti që këtu nuk ka media dhe nuk ka gazetarë. Pjesa më e dhimbshme e atij raporti është autocensura e medjave dhe e gazetarëve. Bile e shprehur me fjalë, jo me shkrim, mediat janë bashkëpunëtore të pushtetit. Ktu ka mbaruar çdo gjë në debatin publik, në informimin publik, në reagimin publik të njerëzve mbi atë çka po ndodh dhe dramën për cilën po përjetojmë. Ju thoni ja keni prova dhe keni drejt që thoni ja keni prova. Provat janë sigurisht për një proces më teknik të zbërthimit të zgjedhjeve. Por për ta zbërthyer nga pikpamja e asaj që ndodhi dhe sot është të jap një shpjegim logjik rezultatit. Në asnjë vend, në asnjë qark, gjithashtu ndash me votën e diasporës, nuk ka asnjë shpjegim logjik rezultati i zgjedhjeve. Me 2 shembuj thjesht, nëse mund duke kërkuar ndjesë ambasadorit ndeshës se të paktën se u zgjadha, unë do të thoja ka një shpjegim logjik, thonë që e duan Edi Ramën dhe për një mandat të katërt, me gjithë dëmet që ka bërë, me gjithë çmimet që janë arritur, me gjithë jetesën që është bërë pa përballueshme, pavarësisht se njerëzit po largohen që këtu, sepse ka futur në burg përmes Sfakut të korruptuarit. Okej, këtë dhe mund ta pranoj. Në momentin kur shkoj në burg dhe shoh që burgu e ka votuar dhe më shumë se populli, atëherë ka vetëm një shpjegim logjik. Populli dhe të burgosurët janë njësoj të lirë të zgjedhin dhe të refuzojnë të votojnë për ta. Kështu që ka shumë probleme logjike që i duhen dhënë një shpjegim në këto zgjedhje. Vetëm fakti fajin e ka Saliu nuk mjafton. Megjithatë, paktën te raporti ose BE Odirit